Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës së Demit. Do bëjmë leximin e radhës për ju. Në zemër të leximit kemi dy pasqyret apo dy mjellmat, shikoni sa të bukura që janë, të dashur Demër, dhe kjo mund të jetë çdo gjë, por dhe për dashuri absolutisht. Siç thash, në zemër të këtij tregimi apo të këtij leximi është dy të pasqyrës që tregon një lidhje të thellë. Në lidhje të thellë, qoftë romantike, shpirtërore apo një marrëdhënie e rëndësishme që pasqyron në fakt juve në mënyrë të qartë. Dy mjellma të dashur përfaqësojnë një bashkim të sinqertë. Për çfarë do të qoftë ajo, të dashur Demër, por jo gjithmonë të lehtë. Kjo lidhje, të çfarëdo lloji qoftë ajo, do t'ju ndihmojë të shikoni veten, të mësoni për veten dhe shpesh edhe të përballesh me plagët që kërkojnë shërim. Duke kërkuar për veten futet pelegrini këtu. Absolutisht për të mbajtur apo zhvilluar këtë lidhje duhet rrugtim personal. Dhe këtu vjen kjo letër. Kjo letër flet për ty si një udhëtar që e nisur në një rrugë kërkimi, me një zemër të hapur dhe një mendje kurioztar. Nuk ke të gjitha përgjigjet. E kush i ka të dashur Demër? Askush. Të gjitha përgjigjet nuk i kemi kurrë. Por ke një dritë që ndriçon në hapat e parë, siç është ky pelegrin këtu. Kjo është një fazë ku je duke mësuar, je duke zbuluar dhe po bëhesh gati për të kuptuar më thellë veten dhe atë që dëshiron. 6 të gurit, dhe kjo është një letër aq e bukur, i kam pasqyruar të dashur Demër, është rrënja e këtij leximi. Ta themi kështu: balancë, dhënje dhe marrje. Çfarë ka ndodhur në jetën e juaj të dashur Demër që keni dhënë? Ndoshta, apo keni marrë, mund të jetë ajo. Ndoshta në të kaluarën ke pasur marrëdhënie ku je dhënë më shumë, se sa ke marrë. Apo ndoshta tani po e pyet veten: a jam duke u vlerësuar në këtë lidhje, në këtë shoqëri, në këtë familje, në këtë projekt, çfarëdo që të jetë të dashur Demër? Kjo letër ju fton të vendosësh në fakt kufi të shëndetshëm, të ndërtosh marrëdhënie ku energjia rrjedh në të dy drejtimet. Kur them në të dy drejtimet, dhe të japësh dhe të marrësh, kjo është një lidhje, jo vetëm të japësh apo vetëm të marrësh. Karroca të dashur, si fund, karroca është vendosmëria për të marrë drejtimin në duart e tua. Të gjitha përvojat, ndjenjat dhe mësimet që ke mbledhur të çojnë këtu. Në një moment ku duhet të marrësh kontrollin, është karroca që është mjet udhëtimi, por që me një farë mënyrë një mjet të drejtimi, në atë kuptim pasqyrohet. Jo thjesht të ndjekësh rrymën. Kjo këtu nuk pret, vepron. Është i lidhur me natyrën, instiktin dhe forcën e brendshme që çon përpara me qëllim të qartë. Të dashur Demër, mesazhi i këtij leximi, nga që lexuam çdo letër secilën, një lidhje ke patur, çfarëdo lloji qoftë ajo, që ka lënë apo ndikim të thellë në ju. Tani janë duke ndryshuar gjërat. Jo vetëm që po ndryshoni, po rriteni, po maturoni. Çdo gjë është këtu për të na dhënë një mësim që mos t'i ripërsërisim. Mëson të vendosësh balancë mes asaj që jep dhe asaj që merr, siç thash. Nuk je më i njëjti person dhe për të ecur përpara është koha të marrësh drejtimin në duart e tua, të zgjedhësh me vetdije se cilën rrugë dëshironi të ndjekësh dhe me kë dhe në çfarë mënyre. Është në dorën e juaj, pra është koha të veproni, të dashur. Kur ndryshon ti, do ndryshoj çdo lidhje që ke.